Korça, qyteti i artit, kulturës dhe i historisë së pasur, ka pritur këtë javë një nga ngjarjet më të rëndësishme ndërkombëtare në fushën e kulturës. Për herë të parë, Java e Kulturës Franceze, një nismë me përmase kombëtare, e zhvilluar tradicionalisht në disa qytete të Shqipërisë, i është kushtuar ekskluzivisht Korçës. Një vendim ky që pasqyron jo vetëm respektin për lidhjet e kahershme që ky qytet ka me kulturën franceze, por edhe për vizionin e tij të orientuar nga ardhmja dhe integrimi evropian. Në ceremoninë zyrtare të hapjes, ambasadorja e Francës në Shqipëri, Catherine Suard, vuri theksin të marrëdhënie tradicionale dhe të qëndrueshme që lidhin Korçën me Francën, të cilat tashmë po marrin një dimension të ri përmes bashkëpunimeve konkrete në fusha si kultura, arsimi dhe zhvillimi lokal. Siç e dini, ne kemi javën kulturore franceze, që është një ngjarje kombëtare, por që bashkë me Mekin kemi vendosur që këtë vit, këtë javë kulturore t'ja dedikojmë Korçës. Siç e dini, marrëdhënia jonë me Korçën është tradicionale dhe e largët, por qëllimi është që kjo marrëdhënie të bëhet e tashme dhe të shërbejë dhe të ardhmes, ndaj dhe ne kemi ardhur këtu. Përveç projektit kulturor, kemi dhe në kuadrin e bashkëpunimit që ne kemi midis Bashkisë së Shamberisë dhe Bashkisë së Korçës, ndaj dhe do doja të falenderoja kryetarin e Bashkisë së Korçës, zotin Sotiraq, por sigurisht edhe zotin R. Pontin, ish ministër i punëve çështjeve europiane në Francë, i cili është zhvendosur posaçërisht për këtë ngjarje sot në Korçë. Sepse, siç e dini, Franca e mbështet plotësisht integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, gjë që është thënë dhe nga presidenti i Republikës Emmanuel Macron gjatë vizitave të tij dy vizitave të tij që ka bërë në Shqipëri, dhe integrimi evropian kalon mbi të gjitha, jo vetëm përveç kulturës, por edhe nëpërmjet zhvillimit të territoreve, projekteve të bashkëpunimit territorial, zhvillimit të qëndrueshëm, ndaj dhe unë falenderoj veçanërisht dy kryetarët e bashkive për këto projekte që kanë në këtë fushë. Do t'ja lë fjalën pra zotit R. Pontin për të përshëndetur edhe artistët francezë që kanë ardhur në Shqipëri për të performuar. Kemi patur edhe evente të tjera që kemi këtu në Galeri Ngad që lidhen me zhvillimin digjital. Përveç kësaj do të kemi sigurisht në të ardhmen dhe vitin tjetër mbase ngjarje të tjera të artistëve shqiptar në Francë. Pjesë e delegacionit francez ishte edhe Thierry Repentin, kryetari i Bashkisë së Chambéry dhe ish ministër për çështjet europiane në qeverinë franceze. Ai mbërriti në Korçë për të thelluar bashkëpunimin mes dy bashkive dhe për të shprehur mbështetjen e vazhdueshme të Francës për rrugën europiane të Shqipërisë. Është hera e dytë në fakt që unë vi në Korçë, kam ardhur dhe herën e parë në korrik të vitit kaluar. Fakti që unë jam sot këtu është për të thënë, si kryetari i Bashkisë së Shamberisë, po edhe si ish ministri i punëve evropiane, është për të konfirmuar edhe një herë që vendi i Shqipërisë është në Europë dhe ne do ta shoqërojmë këtë proces të pranisë të anëtarësimit të Shqipërisë. Ky realitet dhe kjo perspektivë evropiane është shoqëruar në nivele të larta politike, ashtu siç e dini, ka mbështetjen e qeverisë franceze, pasi zoti Macron ka ardhur 2 herë në Shqipëri dhe kryeministri juaj po ashtu ka bërë vizita të vazhdueshme në Francë. Një vend të rëndësishëm në integrimin evropian do luan edhe institucionet territoriale, bashkitë, por me qëllim që projektet midis vendeve dhe popujve të zhvillohen. Në fakt, ne kemi bërë thirrje për bashkëpunim në kuadrin sigurisht të projekteve me vendet që aderojnë për në Bashkimin Evropian dhe kemi zgjedhur të punojmë me Bashkinë e Korçës sepse kemi afërsi të mëdha si gjeografike, por edhe për prioritetet e zhvillimit territorial dhe edhe në kulturë dhe në arsim. Dhe ja pra pas disa muajsh bashkëpunim, ne ndodhemi aktualisht me një projekt konkret në Korçë, pra ndodhemi për javën e kulturës franceze, sigurisht me shfaqje, po dhe me projekte digjitale. Shumë shpesh aspekte të ndryshme ose sektor të ndryshëm të kulturës ndërthuren, ndaj dhe ne kemi aktualisht në Korçë një shfaqje të për shembull të baletit I Wanna Be, po ndërkohë kemi edhe një ekspozitë digjitale këtu që kryqëzohet si thua lëvizja, danci edhe muzika. Në fakt, ky është një zhvillim që bëhet në fal vullnetit të dy bashkive, por sigurisht është mbështetur fort nga ambasada e Francës, të cilën unë e falenderoj. Falenderoj artistët që janë këtu dhe presim që artistët shqiptar patjetër t'i presim në Francë. Java e Kulturës Franceze solli në Korçë një program të pasur aktivitetesh, performanca muzikore dhe teatrale në pazarin e vjetër të qytetit, pjesëmarrje artistëve nga Chambéry në festivalin Shpirti i Ballkanit, si dhe ekspozita interaktive digjitale në Galerinë e Arteve Digjitale, një hapësirë moderne që është kthyer në një ndër pikat më tërheqëse të jetës kulturore korçare. Julien Koni, artisti francez nga Studio Pils në Chambéry, ka ndarë emocionet e veçanta që po përjeton në qytetin e bukur të Korçës. Jam këtu për të prezantuar dy projekte shumë të veçanta. Vim nga Chambéry dhe e përfaqësoj Studion Pils,
Këtu kemi bërë videot në mur, kemi përdorur këtë dhomë fantastike me shumë pajisje moderne që ne nuk i kemi në fakt në Shënbëri. Për ne është një ëndër që po punojmë këtu, veçanërisht në Korçë. Për mua është kënaqësi që jam këtu e dashuroj ushqimin e Korçës, shumë i mrekullueshëm, edhe pse do të shtoj ca kilogram. Njerëzit janë shumë miqësor, më pëlqen që janë të tillë dhe mund të flasësh me çdo lirshëm. Më pëlqeu edhe pazari i vjetër i Korçës. Për mua është një eksperiencë e mrekullueshme. Kryetari i Bashkisë të Korçës, Sotiraq Filu, shpreh se kjo javë është kulmi i një marrëdhënie që ka nisur prej kohësh dhe që po jep frutet e veta përmes projekteve konkrete me ndikim afatgjat. Për mua ishte kënaqësi që të mirëprisja në Korçë organizimin e javës kulturës franceze në Shqipëri dhe dua të falenderoj në mënyrë të veçantë ambasadoren e Francës në Shqipëri, por edhe Ministrinë e Kulturës për këtë organizim që u krye në qytetin tonë. Kemi patur aktivitete, evente shumë interesante. Kam filluar me pjesëmarrje me një grupi artistik nga Shënberia në festivalin tonë Shpirti i Ballkanit, për të vazhduar me performancat e artistëve francezë në pazarin e vjetër të Korçës, por dhe me produksione shumë interesante që janë shfaqur në galerinë e artit digital. Përtej javës të kulturës franceze, më duhet të them që bashkëpunimi ndërmjet Francës edhe qytetit të Korçës është në momentin e tij më të mirë. Kemi disa projekte shumë të rëndësishme për të ardhmen e qytetit, ku më kryesori padyshim është rihapja e liceut francez në Korçë, për të vazhduar me projekte që mbështetin zhvillimin e turizmit, por edhe shumë projekte të tjera. Java e kulturës franceze në Korçë nuk është thjesht një kalendar ngjarjesh artistike, por një dëshmi se si kultura, arsimi dhe teknologjia mund të krijojnë ura të reja mes vendeve dhe komuniteteve. Ajo tregon se bashkëpunimi ndërkombëtar nuk është vetëm diplomaci e lartë, por edhe një marrëdhënie konkrete që ndodhet në nivel lokal mes bashkive, institucioneve arsimore, artistëve dhe qyteteve të zakonshme. Korça me shpirtin e saj evropian dëshmon edhe një herë se është gati për të qenë pjesë aktive e Evropës që po ndërtojmë së bashku.